Në studio dhe jemi tani në hapësirën e telefonatave, do të presim ashtu si çdo të diel telefonatat në numrin ton të telefonit. Si çdo të diel ne kemi vendosur që këtë hapësirë, ndryshe nga sa bën gjatë javës kolegu Klevin Muka së bashku me kolegen Megi Latifi, të gjithë hapësirën që kemi në dispozicion ne kemi vendosur që çdo të diel t'ia dedikojmë qytetarëve për të dëgjuar zërin dhe shqetësimet e tyre në këtë hapësirë deri rreth orës 9 të mëngjesit. Do të presim telefonatën e parë në numrin tonë të telefonit, të cilin e gjeni të afishuar në ekran. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi, zotri. Tani, rrëma më e egrë politike që ka sunduar në botë, dhe njëherë ka qenë nazizmi. Ju lexuat një shprehje në informacionin tuaj që po ringjallët nazizmi. Ishte akuza e Lavrov kjo. E Lavrov, po nuk po ringjallët vetëm në Rusi, Ukrainë, Izrael, Palestinë. E ngjashme në Shqipëri. Shumë e ngjashme. Për shembull, piktori Hitleri, piktore Dirama në profesion. 12 vjet Hitleri pushtet, 12 vjet Dirama pushtet. Monologje bënda Hitleri fjalime dërorëshe e Dirama. Uftisja Hitleri mbyllë shtari. Letë Dirama mbyllë parlamenti, asambleja e Partisë Socialiste. Në këtë diretje, në bënë gjithë mëjtë. Për aftet vetëm Rama. Ja kjo është, këtë populizm i çmendur, pra kjo megalomani që ka përfshirë Partinë Socialiste, ose si që se rasti i Arjon Belia. A i do të hapi kutinë e Pandorës. A i nuk do të quaj narko-regjimin teori konspirative të fjet pas zjedhës dhe pas zjarrit e Dirama. A i duhet të flasë në rrjetet sociale ka ta nxjerrë i vetëm. Çka po bëhet? Të qoftë se këta nuk bëjnë gërkë, mërkë. Ashtu si bëshin nazistët në kohën Adolf Hitlerit, do kenë fatin e tyre. Të 45, kur mori fund regjimin nazist, atëherë ata vranë vetën. Para generalët, ministrët, deputetët nazist. Këtë farë do kenë dhe këta, nëse do bjeri. Sepse do t'i vjedhin të një fakt të baltate që kanë marrë. Për këta që i kanë bërë. A i qartë. Mirë, zotri, u falenderoj për mendimin tuaj. Presim tani një tjetër telefonat në numrin tonë të telefonit. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Që më foli qikë për në pensionistët. Po? U do një me gazeta morën veç që do fillë që kapi për ne që kanë kalu moshën 70 vjeç, po nuk e dim se kur do aplikohet. Deshe me thamë që ne u folë dhe herë tjetër që ne pensionistët do të na ishin ato detyrimet regjistrimit të makinave. Paguim atë taksën e rrugës, çfarë rrugë bëjmë me pensionistët? Ne i marrim makinat për një hall, me shkruaj spitali. Me voni pazar ku është okej, me darë ku është okej, ku kemi një hall. Paguim taksën e rrugës ka dhe çdo vit ne nga 10.000 lekë. Do shohim që janë se mirë këto pensionet ky do bëjë indeksimi që nga maj, nga prill si që qenë gjithmonë. Ky do ndonjë ai bën ose ne edhe gjithë vitin ato nuk na ngajti pensionet. Nuk e di çfarë bëhen ne pensionistët. Pensionet maturës e Kosovë, maturës e Maqedonia, me gjithë pasurinë që ka Shqipëria me bërë nafta. Po në thotë një miku im që kështë qenë nga Afrika, nga Amerika Jugore, 7.60 centes kitë i naftës. Në Itali është 1 euro e 60 centes. Të këne është më shtrend, të ditë nafta, sa bëhet me ne shumë e bërë. Me këtë qmime, me këtë pasiguri ushqimare. Se ka beston ki i gjallë rumpava. Kërë boni ma rumpava, nëse sa di për rumpava dhjetë, po kërë boni ma rumpava fare, s'kene siguri fare ke ushqimet. Që dhe mojnë, që dhe hajnë. Pa një pensionistët kjo është skandal fare. Faleminderit zotëri që e ngritet edhe ju këtë shqetësim në emisionin ton. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po?
Vetëm ju lutem uli zërin e televizorit edhe na dëgjoni nga telefoni. Për temën që në keni zotërin, Po? na duhet të dënoshe Rama e keni, e? Për Ramën e keni, temën. Ne kemi një temë këtu për të folur qytetarët shqetësimet e tyre, nuk kemi një temë konkrete sot. Po, dakor. Shqetësimi juaj, cili është? Po. Çfarë të thuash më parë këtu, për qësimin, do më të ndryshat. Fletë kryeministri atje, fletë, gënjene, një pjesë e gënjene, një pjesë e qeri në fakt tjerët, të thorë ti nuk e di nëse në këtu duhet ligj të dënohet ai që vjet, ai që abuzon, ai që gënjen, edhe që gënjen. Po çfarë tash gënjet ky popull me këto pensione minimale që ka? Edhe vetë ata deputet se kanë bërë nga 1,5 milion për rrogën, edhe kur dalin që janë më deputet, janë 2-3 vjet për rroga. Çfarë bëjnë këta shumë pensionet janë të ulta, janë minimale këtu. Edhe më të fëmijëve ngrihen pensionet të rinë në vend. Këtë të në të shokë. E të mos dalë ky popull, duar trokit Ramën, duar trokit Berishën. Të qohet atje që blokoj fare, të bëjnë diçka. Të ulin ato kostot e qeverisë e ka. 120 deputet, qarë bëjnë ta 120 deputet? Edhe qarë marin ta, qarë roga marin me makina, me benzini që vje për makinave, me shoqëruse, me djallën, 120 deputet. 70 po t'jenë për këture bolë janë. Kam parasysh kur ishtë Bashkimi Sovjetik i bashkuar Duma që ishte kuvendit në ato, kishte 250 deputetë. Këta 120 deputetë që aqë kemi ngelur në këtu. Edhe të këtojnë që këtë të bëjë Rama, të shkurtoj të, qarku 1, Bashkia 2, Prefektura 3, qarë bëjnë këta? 3 institucione në njëre. Qarë bëjnë? Po, ajo prefekti ka shoferin, ka qëndrusin, ka e stemu në ojë tjetëri i jase bashkisë shue, i qarkut shue, përse të këto, të bëjë reduktimen në këto që të rritë... Po mirë, nëse mendoni që nëse bëjnë këto reduktime, do rritën pensionet e pensionistëve prapë? Do të ngelet lejtë, do rritën pensionet... Po dhe këto para do shkojnë të pensionistët? Do bëjtë një investime koleka. Këto para që do mbeten do shkojnë të pensionistët, mendon, nuk do shkojnë të PPP, të koncesionet? Po, unë them, le të ikin edhe për ndërtime, le të ikin edhe për shkolla, le të ndërtoj, le të ndërtoj edhe rrugë, po edhe për pensionistë, po të ketë të bëjë. është administrata... Po mendon që nuk ka para buxheti i shtetit për pensionistët? Po, ore, ka edhe ka, po të shkurtoj këto... Po atëherë pse nuk rriten kur mendon që ka para... Po mirë mo ka para, edhe ka para, dhe le të bëjë. Po të shkurtoj të rëto halka që janë të tilla më. Po jam zotëri se tikë në këtë vend jetoj tjetër, prefekt bashki qark. Po këta ka... Po se cili ka detyrën e vetë nga këto institucione? Qanë të këto më të shkotoj këto gjera. Edhe deputet, 120 deputet, qarë bëjnë ta 120 deputet? Qarë roga marrin e qarë në kanë beneficet tjera? Edhe po të bëjnë këto ngelet në haken që edhe pensionit të ngrijet edhe një diçka të bëjnë. Faleminderit. Faleminderit zotëri për mendimin tuaj. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje para Fogji. Po? Shumë bukur foli për pensionet me fjalë, janë fry gjithë shteti është fry me fjalë. Nga gjithë ka bashkitë, prefekturat, gjitha janë fry me njerëz, me padronazhist. A kupton? Edhe çfarë janë 140 deputet për 1 milion njerëz? Çfarë punë bëjnë këta herë? Këta vetëm që rregullojnë pensionin e vet, kur dalin pension. Edhe djelin e i lek, se gjo tjetër nuk bëjnë ta. Këta për poplin nuk jonë. Që ti shkosh i deputeti, qash i halë, thot njemi se rregullojnë ajnë një pashë. Rosh mirashtë. A i kupton? Po mirë, po të bëjdhe ty të njëjtën pyetje që i bëra telefonuesit pak më parë. Çështja e pensioneve, se edhe ju personalisht e keni ngritur shpeshherë këtu në emisionin tonë, është çështje mungese parash apo është çështje mungese vullneti sipas jush? Jo, është çështje vullneti. Parat tu janë. Se për të rregulluar zyrat e gjonat e veta këta i rregullojnë këta, ka i qenë ta lekta. Nga shteti i mori, nga buxheti i shtetit. Që lek ka, po s'dun, nuk dun me e bogë, kupton se po e bogë.
rritën pensionet e këte, Europa dhe kërko. Po i ke pensionistët më rregull ti, me standardin tonë, ade pyrim, dhe është hapë. Po nuk du me shku në Europë, do, so du me lorë Shqipërinë grop, a kupton? Ta e kanë po grop Shqipërinë. Se po qëse du me shku në Europë, da, e parë është pensioni ja. Me do jetesës, si do jetoj këj njeri. Apo do rritë bledhi ka pak në për kazona. Një turpi modë, ta deputete, u ka shku kusha, dherge funit barkut, a i kupton dhe, janë trash deputetet, e ti si e fillojnë deputet ligu këto, ta mos i kalon bambuje. Po, s'pango fare, kur vinë la, fillot t'ju trash qafa i, se i lejnë ment, kur i lejnë ment, trash e qafa. Se s'kan men, a kupton, kan men vetëm me nëjtat e kartonit, edhe me vjetë. Ta dy gjona kanë ta, janë po si robot deputetet. Itë për klas me durët, a i kretari parlamentit me në qitë dorën. Përse më pra te jeni ju atje, me vur ligje për me mbrojt pës e juj, me nër jush, pa me mbrojt poplin më. Popli ju ka votu atje më, pa ky popull nuk e di me vla, e fusha dhe vetën time, nuk e marrë vesh me tjerë, për qarë tuk e votuja. Për 120 hajtut, a i kupton dhe, një turpi i mod, a i kupton dhe, një ka 35 vjetë vetëm po e vjedhin, po e shkatrojnë këtë vend në pak që e gjithë keka e kapë. O të rrugullu Shqipnia, thot njone aty. O shë ashivi palatet. Ore, po a jenë të rezili, palatet jenë gjithë plaselinër, nuk hapen a jerë. A i kupton dhe, gjithë plas mas dyrë, nuk hapen palatet. Palatet i kanë bo ato që kanë pare, që pastrojnë dhejtë të drogës, edhe i bëjnë palatet. Ja këto janë, u the për poplin që të li i voto këtare. Këta 120 a i dudere, më fjetë turp që e them këtë, po qatë bëjë. Një popull që rritu flet gjumë. Normal që ka për të vdek. Për ditë duke hik, s'po shofë në. Papi 120 deputetu. As 1 milion njerëz nuk janë këtu shqiptar. As 1 milion. E qartë. Ka që kisha faleminderit që me gjove. Mirë, zotëri, faleminderit edhe ju për mendimin tuaj. Presim tani një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mbresi. Po. Me zesha një që fleske për pensione edhe kur anë vëllneti thake ose kush është marë, po me një shtet diktatoria, se këto s'ka flitet për diktaturë, këto flitet për mafja, më të mëmë. Këto flitet për mafja, më këto në Shqipëri nuk ka më se kjo përvejnë që shkon të shëtit me aviona, qatër me njërësën, për veste shkën e mërë para, dja, ata ku i ka ata bizneset e mafjes, po hecë dhe me paret shqiptare më. Po unë veç kisha me thanë kajtë. Po shqiptare. Masës. Nuk vjen gjihja. Janë të vënu me zonët që janë do të batë ka shqipti kësaj i ftyret e ato me shqiptarë më të pa din më që së Shqipëria është pa të institucione më, po Shqipëria është pa nuk të dijet se si nuk është pa orbit më. Me të vërtet i ka qita dhe satelitet, po nuk e di se që bujnë satelita kush është aja dhomë ose aja qëme si i studione që atu janë të pa të satelitem. Pa oruba që është aja më athuj e japën e të satelitet më se pa shëtë zëtë më. Pa thu më që e din që kje që ato që pekorin sot. Flitet, a duhet shkuin, thot, janë kurbi i parë në gjëkat kushtetuese. Po si ka mundësi, a i me shku në gjëkat kushtetuese, pa ma që me që kjo gjëkat kushtetuese ati jep dhejt. Pa a ka se kjo gjëkat është ma e qirbën se këta që kanë vjëmë. Po që kjo problem që po velet sot, që kjo therë që po korët sot, i ka që është 2001 mërë plëm. I ka që është 2001 mërë qysh, se aja, se ta që në cëlijat cëline, si ka i të ndafil, pa aja cëlija e vdekët shqiptarve, se që është Parti Socialisëm. Aja cëli qysh është, am shtil me leta higjenike, aja atë ka pas, dhe ashtu do ecën më, aja është një grupë sënësike, që nuk është banë gjonë tjetë me të ne e banë pisë Shqipërinë më.
Po qa ka boja, aja se lisi quhet, se dhja sot e aja. Aja vesh ka ma këte që po bëhet sot. A e din popë shqiptarë se mjafti me këtë erion 99-shin, dhe kë Sim Qakesi që e ki sot që deshke me po, nuk mund në ma ashtu, sa aja me në fajt në i kaves një fatasnon, që nga servire këtë ftyrë, këtë rrezik për Shqipërinë marë. Po dalin fjallë sot marë, dohet marë që kjo ftyrë, aja në gjëkat, ose popët i badë me pyetje, a do të në sen si një korbe kena ashtë arrestu, a do të arrestot e korbi i dytë marë, se korbi i dytë, pa korbi i parë, pa ashtë arrestu i dytë, se në Shqipëri janë dy koha korba që kam thonë. E qartë. Mirë, zotëri, ta përmbledhi mendimin të lëm hapësirë edhe për qytetarët e tjerë. Po le ta marrë, se ka marrë... Po mbaroja që të lëm hapësirë edhe për tjerët, se duan dhe tjerët të flasin. Po, me jo morë ty, se dush, po thashtë që është baj thirrje, kome që... Pa, mbaroja thirrjen, pra mbaroja, jepi krye muhabetit. Ajt, mirë po. Miru papshim, faleminderit atëherë. Presim një tjetër telefonat në këtë mëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zonjë. Përshëndetje, nga ditë njëra ditë e martë. Edhe për ju gjithashtu. Të lutem, ne jemi banorët e Durrësit. Po? Të lagjes 16. Po? Kemi shumë probleme që s'po e kuptojmë. Lekët e invalidëve dhe të fëmijëve nuk po na ndahen, zotëri, të lutem. Në lagjen 16 në Durrës? Po, ne duhet i marrim lekët, e kemi marrë gjithmonë në data 25-26. Lekët i e bashkia, i merrni në bashki lekët? Jo, i marrim në përposta. Në post. Të lutem. Ky halli jonë shumë halli problematik. Sa kohë ka që po vonohen? Ky është më i parë që vonohen, apo ka ndodhur shpesh? Janë njerëzit të normal me zipër në rroga. Po ne që jemi me fëmijë të smur invalid. Po sa muaj ka që vonohen pagesat e invaliditetit? Po, të lutem. Kemi për të marrë nga që jemi, është kjo zonja këtu, po e shkreta është e sëmur, duket nuk e di ka një grip Covid-ja, nuk për kuptoj që mund të ketë, edhe kjo e shkreta ka një bonus për të marrë. Bonusin nga bashkia, e ka marrë gjithmonë faktikisht, po nuk e mërë më. E qartë. Se kuptoj. Mirë, patjetër gazetarët tanë do ta ndjekin, kolegja e Durrësit do ta ndjekim me shumë vëmendje këtë çështje. Faleminderit ju që na i besoni shqetësimet tuaja, zonjë. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Dëgjova që folët për çështjen e pensionit, është mungesë vullneti apo nuk duan? Nuk duan sepse në Shqipëri, në dritë për shembull, të marrim elementin më të thjeshtë, më shiten gati 1 milion bukë. Në çdo bukë 1.000 lekë që me të vjetrat, patohet 200 lekë. Dhe në vit i bie në 7 miliardë dhe 200.000 lekë që nuk bie në arkën e shtetit, sepse ja dhe ju jeni dëshmitar, ke bler bukë, ke marrë ndonjëherë kupon tatimor, në fruta perime që vete merr ndonjëherë kupon tatimor. Prandaj kjo qeveri që është nuk do të punoj, do t'i ketë stresat në nevojë sa më të varfëra, që të mos ngrin kokë. Kanë vënd pensione, do me thënë, për disa ushtarak, joja me status dhe të larta, dhe ushtarakët, ka shumë ushtarak, që marrin pensione dhe ata në 320, 360, do me thënë, në nivel, në mesataren e pensionit, sepse mesatarja duhet të ketë paktën sot 400 euro. Dhe minimumi jetik të jetë me statistika i bie që duhet të jetë me këto çmime që janë, me këto duhet të jetë 216.800 lekë të vjetra që njeriu të mundohet të rojë. Prandaj, kjo qeveri nuk do që të punoj për popullin. Shohim dhe parlamentin në ditën e parë të hapjes u bë një zullum në parlament që me qëllim të di klikat politike të mëdha u emëruan ministrat. Çdo ministër duhej
të dinte për emërimin e tij që do bënte dhe të kishte një program të përgatitur. Ministrat nuk dinin, ju erdhi si bombë emërimi. Ata duhet kishin programin, çdo bënin për vendin, çdo bënin për këtë vitet e ardhshme, çdo bënin për shtresat në nevojë, çdo bënin për statusin e minatorit, ajo ballukja që na mbulon, që mbulon minierat, që mbulon këto sektorët që është dhe zëvendëse. Do me thënë, gjoja rekonstruksion i qeverisë, po asnjë gjë e re. Dhe e bëjnë gjurmën si të djathtat dhe të majtët për të mos u zbuluar këto, sepse ato mbulojnë, ato që kanë vjedhur, mbulojnë gjinafet e tyre. Nuk bëjnë parlament, nuk janë përfaqësues popullit. Përfaqësues e popullit duhet të dëgjohen atje me ato 10 minutë që një kanë, të dëgjoj popullit të vërtetën, jo të dëgjoj budalliqet e atyre. Prandaj populli duhet të ngrihet në për protesta dhe vetëm protesta, ajo na jep zgjidhjen e atje para kryeministrisë, para dikastereve, para parlamentit, i bllokoj mos të hinë uzurpatorët në parlament dhe në qeveri. Faleminderit. Faleminderit ju zotëri për mendimin tuaj. Presim tani një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Flisni, ju lutem, jeni drejt për së drejti, nuk ka për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Edi Rama ti se larguar një sahatën parë, ajo nuk diskutohet. Mirë, me se duket ka rënë linja, presim një tjetër telefonat. Nuk ka rënë linja, Vazhdoni, zonjë, vazhdoni, nuk e mbyllëm. Dale, jenë që ki durushëm. Po, flisni, më zonjë, për se patëm një shkëputje. Po, që ajo dihet, se aji për pensionistët njërë, për pensionistët aji nuk po ashtu fare, as do t'ja di fare njërë. Mi po ku i keni këta demokratët, se nga ta presim. Nga ta presim neve. Nuk, tani për bashkinë e Tiranës, këdo zgjedhjet e kanë dërguar ata lajmësit për gjetunuse. Jo, nuk e ashtu gjenë këta, mblidhet atje si që mblos, si që mblidhet gjithmonë Partia Demokratike, ku ka ato për të mbledhur, edhe atje caktohet, nuk caktohet që shkoni një lokal pikate e shkoni në një tjetër. Nuk zgjidhet ashtu kryesori i Tiranës, është kryesoria e Tiranës, se po fitua Tirana, është fituar gjithë Shqipëria. Prandaj Sali Berisha nuk e ka atë të fitores, nuk e di se ku ka hallin. Po neve jemi në pikë të hallit, në pensionistët, jemi në pikë të hallit, se Edi Rama s'do t'ja di fare, as ata deputetët që janë atje, se ata kanë bërë barkun sa bark derra që mos u fryfshin me lekte e shqiptarëve, me lekte e të vuajturve, kur i thonë. Edhe s'ka lënë ashtu pa shtëpi e kulla e dreqa në përgjithë botën e lekte dynja s'kanë. Të mendojnë që për pensionistët e vuajtur që kanë vuajtur në regjimin atere dhe në këtë regjimin akoma. Nuk e ka mendjen ajo Partia Demokratike, Sali Berisha, se ti që Sali Berisha partia rregullohet me njëherë. Ai është kryesori i prishjes Partisë Demokratike. Pa Edi Ramën e dimë kush është ai, po kë ka përballë ai. Ka atë që ai do rrit për jetë e natë, thot mira deri në 2050. E ka mendjen e tjetër Edi Rama. Jo, për ne pensionistët çfarë do bëhet? Do rritet një 4%, një 3.000 lekë. Aq marrun, 3.000 lekë marr. Çfarë do bëjmë me 3.000 lekun? Çfarë do bëj me ata deputetët që kemi ne aty në atë? Çfarë do bëj? Flet njëri për nuk flet asnjëri për pensionistë atje në parlament. Po kanë hallet e tyre. E kanë caktuar se kanë marrë atë të vjetrit ata pensionistët që të marrin një pension të mirë. Prandaj ka futur Saliu atje. I ka futur të marrin një pension të mirë. E qartë. Si ajo Jozefina me shoqe atje. Jo. Jozefina ka hallet e saj e uruara se bërë një datën të mirë ande ajo. Jo. Kështu. Prandaj pensionistët janë në pikë të hallit. Saliu nuk e ka hallin ton, as Edi Rama. Edi Rama keqen njerë. E qartë, mirë zonjë. Faleminderit për mendimin tuaj. Kishit gjë tjetër për shtuar? Mirë, shkëputemi atëherë për publicitet, shumë shkurt dhe rikthehemi sërish me telefonatat në studio.
Jemi rikthyer sërish në studio, jemi në hapësirën e telefonatave, do të vijmë të presim ashtu si çdo ditë telefonatat dhe zërin tuaj në numrin tonë të telefonit që e gjeni të afishuar në ekran. Presim tani një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri, jeni drejt për së drejti. Mana por realt. Këta na po edhe për budale që qëtush për Amerikën që kanë tjerëre sociale. Ne kemi informacione, jemi të bindur që ata opozit që qua vetë opozit që Elmeriqa duke voton një jetë në Ngrada. Duke voton një po i duhet si që ato është dhe mandi shkurtër. Ky i je votat jem gjorë me që i bashkë me që argologia. A i shka, maksimumi shka marrë vota për vete, pa le për këto nuk e qenë të pari. Për vete me shku parlament. Me $4,000 me shqenë tima i më të katë. Na o që të truni. Se ashtu manevrojnë me njëri tjetrin, mbaj njëri tjetrin, ta olla, mbaj njëri tjetrin. E këtu flitet Elmeriqa. Po e që kota e që gjekur, nuk e voton një jetë, se unë, e që se kam kapitaliu që problemi është e Gjirama, po se duhet kem opozit, po që më lëp kërë mua. Ma pre kjo rrugën, mua, qytetarëve të Tiranës, Shqipëri, ka janë pensionistë, alergji, të tjerë që kanë ikur që tonë të fejnë, tapin punat, punojnë, piset e gjore. Fle kymër, ky kolera, ky murtaj e zesë. Se ka malku për e ndjerë, se kyqysh 74, ku ishe mjek, që kishe totu të nëruar, profesion të nëruar, me e që me pisujtje. Bëndë në majqit të kalemajve, kampin organë tjetale për të zotit. Nuk është normale kjo. Për ne është absurde për në njerë, që pa i sërgjej, ka pami në njerë ju dhej. Mos e kyqy që ti s'ka të nuk është që besimi, besoj unë jam atit e që është që ka reali që për ne ndodhë të gjona ati. Që të gjona i ka ndodhë. Ta është pisujtje vetë, ta i shtonë dhe më kejtë, e vujnë ne. E kemi dhe këtë maskaraj që me shqiptarë, që s'menë varë për qytetarë dhe të vlajë. Nuk menë varë. A i vete posë melonit. Ta përshë melonit, që është ligi andrë dhe i tetë, të tia. Shumë fleksibël italiani, shteti italian për ka qenë atere, për ekonominë e qytetarit, për punë e ndërtime pa le kam fjallë. Se në gjej zhjë dhe i katë për punë të atis, që është e rëzunë të atje, nuk të apritë se italian, se është ekonomi e qytetarë. Kjo që duhet ka arruar që pëse ikëm Romaniet dhe nëse njëshit, ikëm në Perëndim, apo ambasadë të tjerë, që Perëndimi me non për ekonomi qytetarit vetë. Kurse su ishe, jo vetëm kjo, ishe çdo gjë për shprapje, po kjo kryesorja, pa janë shumë faktorë, jo kapitalizmi, ekonomia, ljetë të tjerë, po është edhe kryesorja kjo, që me non për qytetarin e vetë. Nuk mund t'i vëllë qizë një sesti, nga ato, që shikojnë ka ato, që u bon plan, kjo s'ka pismi që pus planë dhe tjetja. Ato e në qështë e tjetër, po kjo s'ka, ku ka prishur kjo, s'ka të arkeologi, as përda zjo. Si trolli ati të varfrit, ka po 5 peke, ka ndërtu ato. Ato le që kishe e shbra, si qemba të rrët kullë. Nuk mund t'ja prishur ti. Ti e shkajt këshu, ti futu që pa zemër, pa menuj që pa ato, ti futu që një sest. E ti prishësh ekonominë, të ekonomia, nuk me në kjo. E më parë, fima pasaj, Pelivan Vike, më futë talion në parlamente, të tjerë, janë shumë të tjerë, janë që kanë dotuar, ta Shamir Kejë, Lapaj, a i Qabani, janë njëris, janë njerës të mamë. Se ta të zuar dhe njerës në Amerikë, që kanë qenë njëris, kanë kërju, kushetutën, kanë posë, shtetin Amerikanë të fuqishëm. Shumë fuqishme në po. Ishë njëris dhe profesionistë. Mirë, zotëri, ju falenderoj për mendimin tuaj. Ta përmbledhi mendimin, të lëm hapësirë dhe për tjerë, zotëri. Gjithë të mja të ake. Falenderit për mendimin tuaj, presim një tjetër telefonat, tani. Alo, përshëndetje. Ajo. Po, mirë mëgjesi. O habite me këto pensionisët. Nuk e di që a bëpon kë i gjati, pa e përmene emrin, se nuk e meriton. Vetëm mashtrime. Pa bo me këta pensionisë, shka i që marë 900.000 lek. 150.000 lek. Pa tonë për në menë që e rritë rrugën e për pas ka dhe në dore jetë bojë që mas qefit. Shumë ka bim të 700.000 pensionisë japën votën. Se shumë i zenë servitja nga këta majnë rrugat majnë, pensionet majnë. Nuk i di që të povë në këtë popë. Ne jemi burë gruj invalidët, majnë milaqë, majnë gruja 70, 90 majnë milaqën, në mytë milaqë, asë ribërsim asë i gjo. Shkovi doktori, nuk t'japin dhe shështë ati kështë njëshi, nuk e di që a bëha, të zotin më. Si do kalon këtë jetë ne, vetëm këtë do hanë, parlament. Fudi 70
deputetat e se s'ka nevojë Shqipëria praq shumë. Po kush në gjollatin tonë, ju duhet bëni intervista. Se një televizioni më i mirë, që njoh shumicat, ju kam qenë vetë, kam zgjetë sa halli, edhe duhet bëni intervista me njerëzit. Çdo mëngjes ne kemi intervista me qytetarët, kolegët e emisionit të mëngjesit, çdo mëngjes kanë intervista me qytetarë. Ne kemi hapësirën e telefonatave këtu të dielën, kemi vendosur që ta lëmë 2 orë për telefonatat e qytetarëve, kemi vënë, si më thënë, në dispozicion emisionin e mëngjesit në shërbim të qytetarëve. Në teren duhet me dalë, me mushment popullit, se populli nuk di gjë shumë. A kupto, kalosh mirë, faleminderit. Faleminderit zotëri për mendimin tuaj. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Mu më bën përshtypje të jashtëzakonshme këtë pleshe plaka që dalin për pensionet. Asnjë më dali më ankuar për pensionet. Aty e patëm, janë 700.000, rreth 700.000 pensionistë, 80-90% janë majtë. Pa najtë të gjithë ne të marrim pësën. Ajo ka rëndësi, s'dum lekne, dum pësën. E dyta, edhe jo sa më i mirë i gjatë, jo, një markë janë pjella e komunizmit në gjithë, po mu më bërë përshtypje, si ka mundësi, këtë e bashkisë Tiranës në burg, PSD-ja në burg, po ishte të gjitha modelet, po ajo është nësia për faqezes, kënë e kanë bjellje, edhe thotë të dali në shpi. Ma mirë të ishe ngrun atje, të krye familin atje, me miliona $, kuj ka marrë, kuj gjera i që të marri avokat tuj, avokat i shqiptare në të rjetë. Nuk ka të slik më të mos avokat në shqiptarë. Ma mirë të bjesh në burg, se të bjesh në durë dhe avokatve. Jëtë lekista, po të shobi sa pasurit kanë bua ata nuk bën baki. Kërkem së të gjorne. Nga manja që ishte, nga manja që të vinë, maje të shkënë. Ma nuk ka, Shqipëria është ma për zi e ma zi. Pa dhe ma këj gjati se këj nuk dhe se kuj ka pasurit, mrena jashtë venit, e në Berisha tjetat, e një gjirmetat vetat, e në lefim na si gomarin hanë. Asi, më të kërkuj e kërkush me pëllë. Aty patëm. 700.000 vota, të pak të në kishim dhënë partive reja. Po jona, një borat njëre, gratë njëra. E ka do kësa më mirë, zotëri. Faleminderit zotëri për mendimin tuaj. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndes gjithë parafolësit. Vetëm ulni zërin e televizorit. Ka që rënë sa nuk durohet, është një qetësi. Kur ka qetësi tregon që krimi është, do më dhënë e ka zaptuar, në masën 100% të vëndin. Këtu janë dy forca të erta. Këtu nuk ka fare shqiptari. Shqipërin nuk e udhëheqin shqiptarët. Është pjesa përbërëse e Beogradit me Sali Berishën dhe është pjesa e Enveroqës me Edi Ramën. Po që të dy janë për shlavë, që edhe Enveroqë e që pjesë përbërëse e Titos, me Moskësve. Këtu janë dy banda kriminale, jo shqiptare, dhe si nacion si ADN. është një Sali Berisha, vlla i Radovan Karadžićit, i biri Vuk Karadžićit. Është dhe Edi Rama, një qoban Vlena Voskopoja, që nuk i djetë origjina nga e ka. Kjo është tragedia këti kombi. Nuk e udhëheqin shqiptarë Shqipërinë. Kur vjen zgjedhjet, vetë Beogradi e Athina sulmojnë të kapin njerëz të tyre. Më thënë, ne gjithmonë të keqen e ka bërë Beogradi dhe Athina. Populli nuk ka asnjë faj, vetëm Beogradi dhe Athina ne i bën gjitha të këqijat ne. Po, kjo është e saktë. Kjo është shiko gazetarët, sa gazetarë këti që marrin dy rroga. Marrin rrogë dhe nga Athina dhe nga Tirana. Po sa janë? Mi thuaj ti mua, sa janë? Sa janë? Me një kohë që ne jemi, e di si është puna jonë, jemi. Po nuk duhet kërkuar e keqja vetëm të armiqt që ne jemi përpjekur të stajojmë Beogradi dhe Athina. Duhet kërkuar shpëtimi të popullit shqiptar, të mendimet e popullit shqiptar, të zgjimi i popullit shqiptar, se kjo është që të largosh të keqen dhe të largosh përgjegjësinë nga populli shqiptar. Agenturat e tyre që këtu në mes Tiranës,
Në parlamentin shqiptar 35 vjeç ka ardhur agentura serbe e shikoni parlamentin. Sa pjesëtar ke vëzhguesa që shikoni, ishin sërbë të Beogradit, në kohën e Sali Berisht. As nuk diskutojnë, këtu janë agenturat. Ky vend nuk është vend, domethënë, merr vit, nuk ka pa, shikoj Spaku nuk punon fare. Ku e ke Spakun? Çfarë po domani? I ka vilat shumë palasje, ka ndërmi, ka gjitha. Janë vilat, një vit është 2 milion euro. Çfarë Spaku, domani? O duman ke rësë që ariu në gjumë në tragjik. Zgjo, o duman. Ne themi ujku dumani sot gjurma. Ne themi ujku shtu, ja ku e ke. I ka krimet. E ke deklarim në e Priftit. Priftit i ministri, që ishë ministri. I thot që për 10 ditë që i ka në Europa tje, Ilir Meta kështë e vjedhur. Për 10 ditë kështë e marrë 10 milion euro. Si ka mundësi do marrë si 10, kush jetë ti mërë qelë pësirë, marrë ajdut. Dela jo Monika Krye, madhi hapur, të ma qethi, thot Monika. Bello ka i qakon bjërshky. I këtë ma qethin, edhe shqiptarë të rinë hanë miza. Popli më viktim, më dele, nuk e di, popli më pa gjak ka sot Europa e bota. Unë nuk besoj se janë i lirët këta. Nuk e di, nga ka përzjene atë në Turku, nuk e di. Këta janë i lirët. Kjo është rata i lirë e Pelazge, jo, s'ka mundësi. Kjo është rata e darë. Unë kam besi vetëm të Kosova, vetëm Kosova po bërë Shqipërinë. Unë vetëm të Prishtina kam besim, të Albin Kurti. Ajo është shkëllqimi i... Albin Kurti ka 6 muaj nuk po bëndot qeverinë e ti? A ishë bukuria e trojë shqiptare që Albin Kurti. Albin, mere ushtrinë, hajde se këtu të dele ka. Ja, ma nuk do, jo me ushtri, po vajti puna që edhe Kosova me Shqiprin të fusin ushtri në mes, pastaj... Nuk luftoj asë shqipta, unë luftoj për pasurit e Ilir Metës, po s'te qalë. Mirë, zotëri, të lëm hapësirë dhe për të tjerë telefonuas. Monika Krye dhe Sali Berisht, nuk e qalë. Falemderit, të lëm hapësirë dhe për të tjerë telefonuas. Presim një tjetër telefonat, tani. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Shiko, si në problemi tu. Unë o problemi se asni pushtetar, asni qeveritar nuk folin për pensionet, njërë kategorike dhe vullë ky, morë ky, e në tjetër. Kështu që këta nuk i përmjen në asë pensionit, arrizin e pensioneve të popullit, asë për spitalet, asë për bordin e nafës, asë për ushimet, asë për asë i gjanë për popullin. Vetëm si me vjedhë, une jam dakot me të mjëritës, me kuvendin mjëritës, të organizohet gjithmonë në të në Republikën për të shpëtua komin nga këto të vendit. Njështë ma e tyne për bashkimin e popullë që shka qenë për para. Mirë, zotri. Falemderit për mendimin tuaj. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, sërni. Po? Të rojë ditë marë. Edhe për ju gjithashtu. E për një këve menja se çdo ditë se kam kohë dhe në përgjithësi tema ose telefonatat kryesisht të rrahun të pensionet normalisht, sepse ne moshat e kemi kohë me folja dhe faleminderit shprej jush prej njëzit që na jep këtë mundësi, ju me shpije që falenderoj. E dyta, a më dëgjon? Po, ju dëgjoj, po. Tashti, po thuj se bane një sëndarë kështu, jo me letër, po me vëmenit, me gjuhë, po thuj se 90% dhe gjithë në gjuhëve që ju keni dhënë mundësi me folë, me njëzve me halë, janë për pensionet. Unë dhe të diskutoj me ty
një shumë respekt që kam për ju, për gjithë gazetarët e Newsit. Si po më bën shumë përshtypje të shka. Ne shpresat vulnerabel, pensionistët, smurët e tjerë, ne kemi që shpresat si çdo vend demokratik kemi shpresat të Partia Demokratike ose kusht qoftë në opozitë. Më bën shumë përshtypje kur para disa muajsh u bën propozimi nga qeveria normalisht për të përshtuar pensionin sepse ata kishin vjedhur pak edhe ishin me marr prap. Edhe çuditërisht nuk e bojkotoi partia opozitare. Për hir të votuesve të saj që ka shumë, për hir të njerëzillekut, për hir të vërtetës që ne jemi kushte jashtëzakonisht, PD-ja që gjishtin dhe dha votën për të miratuar ky ligj dhe zakonisht ju dëfishuan rrogat aty në zotrive dhe ne ngelim me shpresën 2030 të jetë gjallëri, po thomun për vete që 2030 nuk e di ha më ajo në pensionistët. Pra, a ka gjë më turp? Edhe më bën shumë përshtypje janë disa lapera, më fal për shprehjen, sepse nuk do ta merr televizionin e ju si një shumë të ndërgjueshëm, që flasit përsëri për opozitë, po s'kem opozitë. Si është që opozita kur ajo ngre dorën për të quhet rrogat pushtetarëve dhe vetet. Të përshëndes dhe shumë faleminderit që më dha mundësinë. Faleminderit zotëri për mendimin tuaj. Presim tani një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Lisni, ju lutem jeni drejt për së drejti, nuk ka për të zgjuar. Nadia mirë sotni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. E pe uli ka zonën e televizor. Pa ulë zërin e televizorit që të mos kryen vonesa. Se janë kanë detyruar për shtetit me bë planin më të zëtë. Kam frikë se jeni edhe ju gazetarë që jeni zëtë me punu tamam për popull. Kam frikë se keni detyrim mas me kanë zëtë. Po i lumt News 24, i lumt me shpirt, pa e t'ju falit të edilin tokë, pasha zotën moje molit të bëne atë medjen tokë teme, pasha zotën me mishe me shpirt ashtë toka jeme. Malt malibës, hojde bëne. Pasha zotën së kërkon bush logori dhe... Falemderit zotëri për gatishmërinë. Këta ke është pjartë. E flasë me mishe me shpirt se kam vetë tonë gjakun kur flasë. Se, shkoj me morë diqa, del skarca. Shkoj me morë birën, del skarca. Shkoj me morë këtë, del skarca. Kuj kena sëtë na, e da ka 70 vjeqa më në, kena sëtë me po këta. Ta do të me po vedin. Qërni marë mirë punë. Pa nuk u lonë, e di se së lonë. E di, e kam me mishe me shpirë se së lonë. Unë i kam dhëtë mlaj, edhe unë në punë popullit, po. Nuk shkoj me morë ushqimin të to, nuk shkoj me i morë dhe punë të to. Pse? Hinë konflikt me to. A mërveshti, ba me e po misë në demë sot ty të mërvaj, mërë. Ty e ke dënë botë të mërvaj. Ashtë i prishën gjysa. Njën ideal që ka pas mundësine ka marë farë tjetër, ka bo 120 kintal kalamët. Unë zbaja 3 kintal kalamët. Edhe atës kam besim i uqit baktive. Ka që ka shku konsumi shqiptar, si të populli, si të blektoria atërë, për blokimet. Se i për blokimet kur si e i zotin e sigurun populli? Se shkën të populli? Se në medjen me shku të populli? Se ka frik media populli? Se e hek e i prej punët? Sikur të ka hek ty, sikur të prishi ty zyrën, sikur të prishi dy punë, prishi kompjuter, prishi këtë. Se populli fleta i bukur. Po 15% e ka pensionin regull populli. E thojnë pensionistat. Ku janë pensionistat? Shtatërsia që ka mu kanopin. Se sigurimit që ka punu me te, e ka pensionin regullaj. Për me prish, për me qartë, për me sutlan me folë ty e mu, e ka në regull, e ka 500 euro, 600 euro. Po, ka dhe vështërsin, ka dhe inoqet falas, ka dhe falas, ka këtë falas, ka bonus falas. Po popli shkret. Popli mjerum, popli mjerum ashtu hekes. Zëtë një djali ri, kam djalin matë malë se ti me vjetë. Kam 45 vjetë. Kështë me jetë ti dhe djali jem. I shkolla nuk shojmë kësë një. Falemderit, zotëri. Mas me him nuj për smrapstit. O del një zëtë, mëll një zyret. Ose të shkojmë të blokojmë parlamentin. Ria dhe lushnot që atë lushnushi me shku me bloku parlamentin. Falemderit, zotëri. Ria me prej përparë, unë atë në krytë pëdes jam unë. Se, jam pa besta atë zotë. Se kanë shita të dhejnë. Shkan me kërku
punëtore atje, këtu blokon kanalet, të qotë kanalet. Qili me kanalet poplit, qili rrugën poplit, qili punën poplit, ma të qaqin qëtë e ballit, e të jetojnë poplit. Ja më shku me bërë të hujtë të se zën me folë, a i huj nuk i flet, si i fleson, unë i kam folë edhe në 7-6, unë i kam folë edhe në 7-9, unë i kam mërë baktit e dritës me zëtë, si popull, me zëtë pa shabuken, si ho e ma zokë fremen në kësë të raj. Ja kam marrë me zëtë, se du me jetu, du me punu, du me po dritë, se të falëshim e satin në dëmësjash, ty të mërvojë. E qartë, mirë, faleminderit zoti Lush, të lëm hapësirë edhe për të tjerët, të lëm hapësirë edhe për qytetarët të tjerë. Faleminderit. E kja ditë e morë, sot ka një mos ty e mu. Edhe për ju gjithashtu, faleminderit. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, mirëmëngjes, i zonjë. Jam i zonjë, një nësë të katra. Po, jeni drejt për së drejti, vetëm ulni zërin e televizorit dhe na dëgjoni nga telefoni. Po, se zëmë ka ulin. Unë jam i zonjë kuj familjare. Po? Se të të më djetë. Ma ka një bonusë këmë nejtë që 4 vjetë në Institut Gjergjit Kodrita. Me 12.000 lek pension jam vetë smut në të nazë në molshije me këmë nazëzët. Edhe së ma ka mund bonusë 4 vjetë. Ta shumë të bërë kontrat s'ko të marë, në 4 flisëm ka në pëshësh. Nuk e di shatëm. Bonusin e qeras për tërmetin, po thoni? Po, nga ka lypë kontrat, këmë nejtë 6 vjetë në Institut Bëjstor, 23 vjetë, 6 vjetë Kodrita këmë nejtë, Kodrita pa ujë. Ta shumë me smoshëm. Me 12.000 lek pension, me shëra rruga, 2 herë kanë hek me shëra mjezët, se s'më mu je pa ujë. Në njësi janë në mëjtër. Në qartë. Po çfarë ju thonë të njësia kur shkoni pyesni të njësia? Ajo thotë bëj kontratët, s'kom ku ma kontratë. Duhet bësh kontrat qiraje për shtëpinë? Po, kontrat qiraje. Na lypën ma 3 vjetë 2022 në hëshën në të tërë. Në morëm 2 vjetë, jenë 2.25. Me ditë ka pa linjën që shte ku t'i thonë linjën. E qartë. Po, banesën që ju është shëmbur nga tërmeti, ju keni marrë parat për ndërtimin? Po, në Institutit Bëjstor, 2005 banesën e burë, 2007 blish, kina në punë të student, kufit e shyshtet, ishim të punë pastruse, sanitare. Po, për shtëpinë që kishit, që u dëmtua nga tërmeti, keni marrë dëm shpërblim, do të hyni në shtëpitre, çfarë ju kanë thënë? Ja, jena konë në shtetit, Bëjstor, po, kena marrë bësh 2 vjetë, kena marrë mo. Sa va marrë dhe 18.000 lek mashën, onë e quni, i kom 3 gjene i vajzë në kom të martume. Kom hongë e 6 vjetë, sa drita vjetë, nëse të të më bërnët. E qartë. Nuk të kur kuzive, bashkisa sënë, se është arën velja me këtë bashkisa i një tashmë, por pëhin bërë i lirë i në prapës. Mirë zonjë, faleminderit për shqetësimin që ngritët. Se s'kem ku për plasën, kur ku për zotën. Faleminderit për shqetësimin që ngritët, presim një tjetër telefonat tani në studion ton. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Përshëndes gjithë indinjatën e parafolësve. Është e dhimbshme mënyra se si është vepruar në këtë vend tash 34 vjet. Është e dhimbshme se si u fillu si tranzicion. Të shkatrohet gjithë shka që ishte e ndërtume me 50 vjetë ose e trashigume me shekuj. Të shqohi veni në pikën 0. Të shkatroheshin fabrika, uzina, të shkatrohej mbrojtja. Të shkatroheshin gjithë arshivat, deri edhe kadastrat, të shkatroheshin zyrat e punës, deri gjydukeshin edhe librezat e punës, të kalohej në përgjigje, të kalohej në përgjishmitar të remet vërtet, loj forme. Ku ashtë ushtria?
ku a flota tankeve tjera, ku është Zotiku i Firit, ku është Ballshi, po si ka mundësi mor një deputet, se s'po flas ma mënyrë banale, të marrë rreth 4 milion lek, plus benefitet të tjera dhe një minator që janë zi jeta 30 vjet, 20 vjet në tokë, marrë 270.000 lek. Po si ka mundësi mor të mledhsh rezervist në verije t'i qësh me luftu në ju. Po si ka mundësi mo ti deputet, ti kryeministër sot, të shofe pensionistin e vetë në këtë gjendje dhe të marrë atë pagë. Unë nuk pretendoj kurmër që t'jetoj si kryetari bashkisë, që t'jetoj si deputeti, po ama mos të arrin atë pikë që doktorit një ape i lachet e unë të mos t'i marrë, se s'kam lek me i marrë. Po është të mërshme mërë, është të mërshme mërë, pa drejtësia ka arrit kulmin. Krimi ka fillu që në 90 në këtë dënë, po është të mërshme mërë që qeveria në pushtet si që nëdhin 96-ën me votimet e 96, të rahe opozitën në gjdo qytet të rresti, të rahe në kryetarin e partisë opozitës, si që u gjakos sërvet plumit para 15 katëshit. Po qëfar presin në këtë vend? Si vendore prezarje ligjore. Këtu nuk mund të bëhet tranzicion. Këtu vetëm një drejtësi e fort, profesionale, e ndershme mund të bëje e çlirimin e Shqipërisë. Duhet të shkojnë para përgjithësisë hajdudat aventujerat kriminalat. Unë kam shumë për të folë, unë edhe gjithë ato që e du në Shqipërinë, por nuk ka koha me folë ma tepër. Falenderoj për kohën urimet në për ty dhe për kolegët tu që janë si ju, si që është News 24. Falenderoj zotëri për mendimin tuaj. Mirë, shkëputemi tani shumë shkurt për publicitet, rikthehemi sërish pas pak në hapësirën e telefonatave. Jemi rikthyer sërish në studio, jemi në hapësirën e telefonatave, vjojmë të presim telefonatat ashtu si çdo mëngjes në numrin tonë të telefonit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Ju falenderoj për hapësirën e bollë me qytetarëve qytetarëve shqiptar për të shprehur. Faleminderit. Dëgjoj disa telefonues po flitet që qeveria nuk po punon për popullit. Ose vërtet që nuk po punon për popullit, nuk po punon për qytetar shqiptar, po punon më shumë për të mbajtur pushtetin, për gjepat e saj. Sepse një pjesë, kam thënë dhe herë tjera, një pjesë e mirë e konsiderueshme e shqiptarëve nuk e duan demokracinë. Nuk e duan demokracinë dhe këtë përfiton e ka nuhatër Edi Rama këtë dhe vazhdon e qeverisi qetë. Se këtë kam bindjen, edhe me bindjet plot, si disa telefonuza i fundi që flise uzina, fabrika ku dishe çfarë. Pra nuk e duan demokracinë. Edhe përfiton nga kjo Edi Rama qeverisi qetë. Ta vërtetoj me bindjet plot, sepse në rrjetet sociale, këto portale që janë këto, do që një intervistë para 2 ditë, në një zonje Mokfoni, një gazetare mund intervistë për ujë dhe pitën në Tiranë. Thash, që problemi keni me ujë? Thash, kemi se problem me ujë. Nuk duam ujë. Ne duam vetëm Erion Veliet dhe nga burgu. Edi Rama që dërë pushtet, sa t'je mund gjallë paktën. Shiko çfarë mentaliteti pra janë të vërtetuar ato që e them unë. Edhe Edi Rama ka nuhatër pse. Edhe për e përësis dhe një herë në 2013, në fufat në 2013, kur tha, që me dhe figur, që i kam të regjistruat gjitha, mblidhë gjithë lumi, qenë pësirat, horat dhe maskarajt, Heqim Sali Bresh nga pushteti, edhe vërtetu gjithë kësaj kohë kjo qeverisje. Me vjedhje, skandale, krime me radhë, me gangster, lidhur me krimin që është ditur 4 cipërisht, me kriminel, me vrasësit, me bandit, edhe qeverisi qetë. Ki Edi Rama
ta dinë mirë që telefonojnë kundra Berisë, kundra demokracisë. Demokracia është fjala e lirë, që të filije, të shpreh atë që do. Por jo të turgohet, jo të ndërpritet. Pra këto gjithmonë duhet të jepet prioritet demokracisë, po ki nuk e bën Edi Rama këtë. Ki nuk e don atë. Se thonë dhe pra teatrin e tij. Ka qenë në rrugën e dorë të historisë, në një kohë ka pasur të sfirmohet për vrasje dhe krime. Edhe në kohën e fundit për presidenti herë të Antinelës, që e varin me Skuksit. Pra, Edi Rama është elementi më i rrezikshëm që ekziston, kam thënë herët, edhe është elementi më i rrezikshëm për kombin shqiptar, edhe për Europën e Madhe dhe për botën, po të duhet. Kjo është elementi i rrezikshëm. Ja që u thasën herë për përsëris. Ju lutem, ti ikim të ideologjisë e ndërhoqjes. Mos jetëm me ideologjinë e ndërhoqjes që e turgoi popullin shqiptar, e mbylli, e izoloi këtë se prit gjithë botën, gjithë Europën. Pra, do të qëndrojmë lirive, demokracive, ideve tona për fëmijët ta, për tasmen tonë, për tasmen fëmijëve të paktën. Këtë dhe në plakufi aty, si puna ime të flas kundër demokracisë. Jo uzinë, jo fabrika. Ku ishin ato fabrika atëhere? Çfarë fabrika uzina? Kihim disa uzina, pa pak fabrika ka tani. Gjithë të rrugë që ka hecur sinqert Shqipëria përpara, me rrugë, infrastrukturë, gjithë shka. Edhe në banë aty ku, edhe me krip mosimin gopër, me krip, me buksat, edhe se kujton e i plakufi këtë qefjet i fundit pjesë 2, nuk e kujton këtë. Po, këtu... Po mirë, pëse duhet të merremi me njëri tjetrin, zotri? A thua jetojmë në demokraci dhe fjala e lirë është baza e çdo demokracie. Merruni me shqetësimet që ju keni, mos u merrni me telefonuesit. Për sa pikët edhe toka me qendi. Gjithë mirat. Faleminderit, po ta shfrytëzojmë këtë hapësirë për të shprehur shqetësimet tona, mos merremi me njëri tjetrin. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zonjë. Urime për emisionin. Faleminderit. Shqetësimi tonë është për kategoritë në nevojë. Po? E kemi nditur gjithmonë këtë çështje. Jo vetëm që nuk e arrisin ato pa shpërblimin, por ju premtua dhe bonusi. Në pranverë këtyre nuk ju dha. Pensionistëve po, këtyre jo. Dhe tani nuk diskutohen. Janë një kategori që në çdo vend të botës çështja kryesore është kategoritë në nevojë, e drejta e njeriut. Këtu janë në arrest. Aq më tepër që vendi tonë, për sa i përket pasurisë, po të menaxhohet. Ekspertë e ekonomistë, të mirëqenie sociale, po të marrën eksperjenca nga Suedia, nga Zvicra, e Kanadaja, se ne me këto vende krahasohemi, për sa i përket pasurive natyrore. Nuk e di, është vërtet për të ardhur keq në këtë vend. Dhe duam të shkojmë në Bashkimin Evropian, ku e drejta e njeriut, ku është e shkelur. Këto kategori, jo nga shteti, por dhe nga individët këtu përbuzen, këtu shkelen, këtu shpërfillen. Dhe në operacione kur shkojnë, kanë vënë re qytetarë kur i kanë parë qeshin me jetën e tjetrit. Është vërtet për të ardhur keq në këtë vend. Nuk ndodh në asnjë vend të botës, sepse vlera qytetare është e çmuar, si për të paaftin dhe të aftin. Janë njësoj, ligji është një për të gjithë. I drejt shqetësimi juaj. Shteti të jetë më shumë i vëmendshëm, se të gjitha mundësit janë. Aq më tepër në një vend ku turizmi ka arritur maja, ekonomia ka arritur maja. Po në botë menaxhohet, nuk prodhohet, nuk punohet kështu si ne. Nuk janë të gjitha këto mundësi. Është vërtet për të ardhur keq në këtë vend. E qartë. I drejt shqetësimi juaj. Faleminderit edhe ju zonjë që e ngritët këtë shqetësim. E kemi ngritur edhe në kronikat që kemi transmetuar në News 24 disa herë shqetësimin e këtyre personave me aftësitë kufizuara. Mirëmëngjesi nderuar. Mirëmëngjesi vëlla. Mirëmëngjesi. Të përshëndes ty edhe atë mikun tënd që fletën, që janë dy gazetarë më të shkëlqyer. Faleminderit. Flas nga Vlora. Po? Flas nga Vlora. E përshëndes edhe të gruan. Të pisnikë, kjo flet më bukur nga të gjithë. Dëgjoj tani. Dua të flas për qeverinë, se jemi ngopur me qeverinë deri në Gurmaz. Po dua të flas për këtë popull që shikojmë që vriten, priten.
Nuk e di kur do bëmi një ne qytetarët, se me pension me këto të gjitha, s'ma merë mëndja të rritën pensionet dhe të betë mirë këtu, asë njerë. Kujtova në 92-shin, do të themi fjarë, kujtova në 92-shin kam lënë punën në naftë, e fillova tregtim, edhe kujtoja se do se do ani me lukë flori, po sa më do të asë në ato lukët që kemi. Edhe, dua të them dy fjalë për shumë që ne popull do bëmi njës një ditë ne, do bëmi njës se ne nuk jemi njës, nuk bëj të gjithë, se kemi mëndje për të vrasë, për të ofenduar, për të sarë. Ne jemi, nuk e di se ku, ne ja kalojmë Luanit, Tigrit edhe jenave. Ne bëjmë të di interesant, do t'i më vjen keq për të popull që ka mëndje për të vrarë e për të prerë. Pse do të bëj një pyetje, pse në kohën e Enverozës e rini në urë ky popull? Rinte në Afrika se ishte ligji, po sot e ndorën kokën, ky popull e ndori kokën sot. E ndori me gjithmonë e ndori kokën ti, zotri. E ndori kokën. Në atë kohë sa urë të rinin, se unë jam 66 vjeç ti, zotri. Më falë, edhe e njoh mirë, e njoh të gjithë trevat në gjithë qytetet e Shqipërisë. E njoh të gjithë, po është tur pak e zezë, është tur ky popull që ka mendje për të vrarë, të shikon si luan rrugës, dhe nuk njohim as mirësi, as dashurimi të njëri tjetrit. Nuk na ka fajin qeveria, ore. Ne kemi fajin vetë, ne vrasim i tjetrit. Nuk thot qeveria ty vri gjitonin, vri baban, vri nënën. E i varose nënën, varose baban atje në basë. Edhe shumë vrasje tani. Prandaj them una, ne jemi të ligjë të vetës. Dhe gjohë do të them një fjalë dhe do të ambyll këtu. Si tha kot Titu Enverozës, i tha u Enver, i tha lere këtë popull të iki të marri rrugët atë, hapi rrugët atë. Ti ke bled, i tha, unë i ka marrë, tha, o të lësh këtë këta të pinjaku me shërin, tha. Prandaj them una, nuk bëmi njës në të keqen vaj. Ajde të ndetë të gjoksa të mirën. Ditë të mbarë edhe për ju, zotri. Presim një tjetër telefonat tani, është telefonata e fundit që kemi për këtë mëngjes. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po? Tani, nuk, unë jam një, do më thëmë, dëgjuesi dhe dhe forës në përgjithësi dhe shikoj, do më thëmë, Edi Shtatori ishin pregatitur të gjithë për arrestime, për mavrime, që dhe ky vend të lëvizi. Dhe falenderoj vërtetësisht stacionin tuaj që u përkushtua kaq shumë, edhe me një tip dublante aty, po edhe me kohën e të zgjatur që njerëzit të flasin, të shprehen se, po të shprehen që është zëmërimi i madh sepse këta flasin vetëm kundra qeverisë. Por e të dalë dhe këve njërës të qeverisë, ka pensionistët, ato gratë e çmendura dhe vajzat që votuan me aq zell për këtë kryeministër. Le të flasim aman të thonë çka bërë ty more, që çka bërë me bankësin, që janë 20 miliard ose 15 ose 10 ose dhe 5. Çfarë kanë marrë në këto, pse gëzojnë që e prunë në këtë njeri në pushtet. Përse, mase ne jemi opozita dhe grit, janë të teku në mëndja ke shajnë kotë. Më letë thot ai, kur ai tani duke dukshëm, se ma nëse liu që soli, do më thënë do i maj 2 pushtete, edhe të madhin e qeveris, edhe të Tiranës. është Tirana kuqe ajo, se me kuqe në ajo Nord Korea dhe Beogradi dhe Moska. Me kuqe, ata... Mirë, zotri, unë të falenderoj, jemi në fund të kohës dhe duhet ta mbyllim, të falenderoj për mendimin që shprehe në emisionin tonë këtë mëngjes, falenderoj dhe gjithë telefonuesit që u bën pjesë e këtij emisioni këtë mëngjes, nga nesër sigurisht do të keni hapësirë në këtë emision, nuk ka për të zgjuar me kolegët Klevin Muka dhe Megi Latifi. Shihemi pas pak së bashku me edicionin e lajmeve.